Jetë të trisht, por sot ato e kthejnë në forcë dhe krijojnë gjëra shumë të bukura me duart e tyre. Gratë anë mban Kosovës kultivojnë e promovojnë punën e tyre. Më e veçantë bëhet puna për gratë që kanë lënë pas një të kaluar të trisht dhe kanë gjetur një mundësi të re për t'u rikuperuar. Produkte ushqimore, çanta dhe punime të ndryshme që ato krijojnë janë një dëshmi e forcës dhe përkushtimit të tyre, duke u mbështetur nga organizata Medika Gjakova. Puna jonë është një rrugtim i gjatë, pasi që në sektorin ekonomik inkuadrojmë gra të cilat rrjedhin edhe për sektorëve të tjerë që funksionojnë Medika Gjakova. Kemi sektorin psikosocial, juridik, ginekologjik dhe më pastaj është formuar sektori ekonomik, ku ne në momentin që kemi parë që gruaja është fuqizuar dhe është e gatshme të merr pjesë në prodhimin e produkteve të tyre, të krijojë qëndrueshmëri të produktit dhe të merr pjesë në trajnime të ndryshme, kemi inkuadruar në sektorin ekonomik, kemi bërë një punë të madhe me këto gra anëtare, gra dhe vajza anëtare të Medika Gjakovës, ku si rrjedhoi një numër i madh prej tyre kanë formuar grupe, jemi munduar të bëjmë rrjetizimin e grave në mënyrë që të koordinohemi dhe nga puna e madhe që e bëjmë në teren, ne vazhdimisht kemi gra të reja të cilat sjellin produkte në dyqanin e Medika Gjakovës. Pra ka gra të ndryshme, të vendeve të ndryshme, se cila domethënë i kultivojnë apo i përpunojnë produktet e tyre në shtëpitë e tyre, funksionojnë pothuajse si ekonomi të vogla dhe është një lehtësim i madh për to që ka një vend ku ato t'i shesin produktet e tyre që i përpunojnë apo i kultivojnë për shtëpitë e tyre. Ky lokal, i hapur në Prishtinë prej një viti, ka ofruar një mundësi të re për gratë, duke u siguruar atyre një burim të qëndrueshëm të ardhurave përpos mbështetjes emocionale që marrin nga psikologët e shoqatës. Për ne personalisht është një kënaqësi e madhe kur shohim që gratë përveç që ju ndikon emocionalisht, ato edhe financiarisht, fuqizohen dhe janë në gjendje të ndihmojnë familjeve të tyre. Ne vazhdimisht të mundohemi që në radhë të parë mirëqenia atyre të jetë prioritet, pastaj bashkarisht punojmë së bashku, formojmë aftësitë e tyre profesionale edhe inkuadrojmë në dyqan. Domethënë është një punë, ne në Gjakove kemi edhe hapësirën e punës dorës, nga edhe dalin produktet e punës dorës, ato produktet dalin si rrjedhoj e një pune që ato bëjnë në grup me njëra tjetrën, socializohen me njëra tjetrën dhe do të thotë ka një ndikim pozitiv. Fuqizimi ekonomik që na kemi mendu që këto gra domethënë mujnë me bo diçka për vete, për familjet e tyre, të ndihen mirë dhe në të njëjtën kohë edhe të forcohen financiarisht. Lokali këtu në Prishtinë funksionon pothuajse që një vit. Dyqani i parë ka qenë dhe është vazhdon të funksionojë në qytetin e Gjakovës, ne duke parë kërkesën e klientëve dhe nevojën e grave anëtare të Medika Gjakovës të shesin produktet e tyre edhe në vendet e tjera. Kemi hapur edhe dyqanin në Prishtinë, i cili ka qenë shumë i mirë së ardhur për klientelën dhe njëkohësisht edhe për plasimin e treg të produkteve të grave anëtare të Medika Gjakovës.